الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderojmë Allahun e madhruar dhe bim salavatën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj thot Imam Tahawi rahmetullahi alayhi wala shay'a mithluhu. Dhe ka thonë pjesë të ajetit kuranor wala shay'a mithluhu dhe bën definicion dhe nuk ka asgjë të ngjajshëm me Allahun e madhruar. Pra Allahu azza wa jall nuk ka dyshim se ekziston dhe ai është krijuesi i çdo gjaje. Dhe se njerëzimi e ka pranuar që këtë gjithësi e ka një krijues, por e ka bërë shirk në tauhidul uluhiyya, në tauhidin e adhurimit, madhërimit, të ibadetit. Dhe të ceki me herët edhe qëllim në dërgimit pejgamberëve të Allahut dhe librave të shajta, zbritjes e librave të shajta. Dhe sa jetët kuranore prej fillimit deri në fund flasin për tauhid, se Allahu është krijues, se Zoti përshkruan vetveten e tij, të lartë madhruar me emra dhe cilësi të përkryera, dhe se vetëm ai duhet adhurohet, madhrohet dhe askush tjetër. Pastaj thot walaysa wala shay'a mithluhu. Dhe nuk ka asgjë që i përngjan të madhet Allah azza wa jall. Duke marrë për ajetet kuranor laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Nuk është asgjë që i përngjan të madhet Allah te bareke wa taala. Nuk ka asgjë që i përngjan të madhet Allah. Për krijesave të tij është i veçantë, i madh në Zot. Ai është, ekziston, por çysh është? Si është ai Zoti jonë? A ka mundësi dikush ta imagjinoj të madhin Allah? Çysh është? Nuk ka mundësi ta imagjinoj të madhin Allah. Si përgjet askujt, dhe askush si përgjet atij. Dallon pe çdo krijesë tjetër i madh i Allah azza wa jall. Laysa kamithlihi shay. Pja më hëndë vetës të vetë, që t'jeti ngjajshëm me çfarë do krijese tjetër. Në start, kur e më hëndë t'i përngjaj do krijese tjetër, japet me kuptu se edhe nëse përshkruan vetveten e tij me diçka, që në këtë rast njëjtin ajet e përshkruan, wa huwa as-sami'ul basir, dhe ai është që ndëgjon dhe që shef. Nuk ka mundësi me përngja askujt. Kjo shëlqim por duket e qartë, edhe dohet me kanë e qartë, edhe këtë Koran është e qartë. Por atë që është e komplikuar,
sa që ka bërë titull dë vete, në vete, edhe më shumë se kaq, është bërë një polemik shumë e madhe e njerëzve, fraksioneve të ndryshme, të cilët në thojza e kanë lodhë vetë vetën shumë, ata dhe një me e kanë lodhë vetë vetën, e kanë lodhë katë, edhe s'kanë mujtë mja qëllu fare, bile dhe kanë humbër dhe kanë devijuar këtë qështje. Në përshkrimin e cilësive të madhe të Allah. Masi për thotë Zotit së është askush si aj, atëhera me përshkru Zotit cilësi, apo mës me i përshkru. Ka pas njerëz të cilët i kanë përshkruar Zotit cilësie që janë quajtur al-mushabbihetu, njerëzit që kanë përngja, al-mushabbihet përngjajshëm, që kanë përngja Zotin me krijesat e tij. Edhe kanë thënë dora e Zotit si dora jam, gjymtyrë të madhe të Allah, në të cilat flet, në dëgjon, si tonat. Dhe në qutërën në shëbbihe, dhe kanë kundrështu këta jetë, dhe kanë ranë kofër. S'ka mundësi me përgja krijuesit, krijesës krijuesi. Po të njëjtën anë, pjesa tjetër e jetit, wa huwa al-samiu al-basir, i kundrështon fraksione tjera, të cilë përballen me shëbbiheve, këta e quhen al-mu'attilatu. El-mu'attila, dhe me thonë, ja rënojnë, ja prishin cilësit madhe të Allah, e gjveshin Allah për cilësive krejt. E gjveshin, pra Allahu është gjallë, po s'ka jetë, s'ka deturi, s'flet, s'nin. E gjveshin Allah për cilësive, dhe ku mbetet i madhe Allah. Dhe edhe këtu fraksione binen kufër. Për të arsye kanë qytë ulemoja fraksionet bidatgjive, të cilët janë largue prej të kuptuarit të selefëve, të parëve, drejt lartmadhërisë të Zotit. Kush është Zoti? Cili është Zoti? Si përshkruhet Zoti? Të Ehlis Sunnetit dhe Xhamatin, në krye me sahabët, dhe i të 4 imamat, dhe ata që kanë njëkë rrugën e tyre, këta e kanë kuptu qartë, edhe s'kam pas nevoj më fut komplikime. Allahu po e pohon se ekziston dhe mendja po e pranon se ekziston. Allahu po e mohon që të përngjojnë ndonjë krijese, po edhe mendja i bashkangjitet se s'ka mundësi krijuesi të përngjojë krijesave, është e pamundur. Po në anën tjetër, Allahu të njëjtin ajet, po i përngjon, po i përshkruan vetvetes dy cilësi në këtë rast. Wa huwa as-sami' al-basir, dy cilësi. Andaj, pse mja mohu Zotit cilësit? Ku është e keqja? Mja pohu Allahut cilësit, por mja mohu në gjashmërinë e cilësive me cilësit e krijesave. Ku? Allahu i madhruar ka përshkruar vetën në Kur'an me plot, me 10 cilësi edhe emra. Po të njëjtën ku i ka përshkruar edhe robët e tij, apo ka përshkruar robëve të tij me cilësi të ndryshme. Për shembull, Allahu ka thonë, "Fabashsharnahu bi gulamin halim", dhe ne kemi përgëzuar atë me fëmijë të urtë, të mençur. Halim, po Halim është edhe emri i Zotit, që tash vjen më vonë. Dhe ka thonë Allahu, "Wa basharuhu bi gulamin alim", dhe kanë përgëzuar fjala për Ibrahimin,
me lasit ku shkona që me përgëzu Ibrahimit të dera, në mrena, najtën i qiti me hangore pije spinë tjere, i kalëzon se nuk jena na në mesjan të thjesht me hangore me pi, por kanë arë me të përgëzu me fëmi, alim me një djallë dishëm. I dishëm, po kje i dishëm, amen Allah përshkrujti në njeri që ka me kanë i dishëm. Dhe thëtë Allahu bil mu'minin raufun rahim, për besimtarët, i but dhe i mëshirshëm, a fjala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i but dhe i mëshirshëm, dy cilësi, që të dyja të cilësi dhe të Zotit. Dhe ka thënë Allahu, fa ja'alnahu samian basira, dhe kemi bërë atë njeriun që ndëgjon edhe shef. Këtë pat kemi po njeriun që ndëgjon e shef, a ka nalt kur tha për veti, lese kemi thlishevo ha samiul basir, të njëjta cilësia për shkrujt i vetës, të njëjta cilësi të ndëgjuarit dhe të shikuarit, ja për shkrujt edhe krijesave, këtë rast njeriut. Dhe tha, qalet imratu al-azizi, al-aziz, dhe ka tha gruaja e atij zotnis, aziz, i fort, i madh. Pa aziz është edhe vetë Allahu e përshkruajt edhe të madhen e Egjiptit atje cili e bleu Jusufin në Rab. Dhe tha Allahu kana wara'ahum malikun në suratul Kahf, edhe ka qenë pasinë një mret. E quajti njeriu në mret, edhe vetën atje quajnë mret, edhe pe emrave të Allahut është edhe mret. Allahu mret të gjithësisë. Po edhe njeri filane mret dhe me 10 mretra ka këtë dynja, ka pas, edhe do të ketë. Edhe ka thonë Allah, e fe me kane mu'minen, dhe ai cili është besimtar, dhe tha më herët, e kemi të sikë se pe emrave të madhe të Allah është edhe mu'min, dhe mu'min është, dhe me thona që e dëshmon diçkafin me argumente, me fakte që Allah e dëshmon, po këtë bëtë për njeri. Dhe pëtët Allahu, këdhalik i jatëba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin gjabbar, edhe kështu Allahu të bareke wa ta'ala e vullos zemrën çdo mendje madhi të forti, të dy këtu të fundit, Allah e qënë me të dhe vetë vetën e vetë, edhe kështu me radhë. Është shumë e qartë, se edhe krijesat pas të madhe të Allah. Nuk janë të njëjta, anëpse i kanë të njëjtat sifate. Unë jam i fort dhe ti je i fort. Unë jam i dishëm dhe ti je i dishëm. Unë e shoh dhe ti shef. Ta njëjtë shohim, ata njëjtë dëgjojmë, ta njëjtë dim. Jo. Ne edhe me vetë ndryshojnë. Dhe kjo nuk ka kur farë kundërthonje, po kundërshtimi me zvete, pse unë ndëgjoj, po edhe bëbrecin ndëgjon atje. Pa ndëgjon bëbrecin sa ndëgjoj unë. Apo edhe në shof, por a shonë sa pubza cila shet me 1000 metra pesnaltit e shet poshtë atje. Po edhe një. Por ka krijesat Zotit të cilat janë shumë të dalluara me të ndëgjuar. Mirë. Cilësinë të ndëgjuarit e kem, edhe të pamërit e kem, edhe natë shohëm ka pak, por huti sheh natë si ditën. Po dallon? Ku është problemi atëherë? E nëse krijesat mes vete dallojnë, atëherë pra atë njëjta cilësi kanë. Namen, me amen, kënë dëgjën, a i ndëgjën, kë shef, a i shef, kë nin, a i nin, kë është i fort, a është i fort. Edhe bëbrejtësi ka forcë. Po, forca e bëbrejtës është njëtë me forcën e njeriu dhe forcën e shtazës të madhe të elefandit atje. A forca si forcë, fëqi si fëqi ka. Pra jo së është njëtë, po nëse nuk është njëtë, atëherë pra ku është problem, pse me ka njëtë, se ata i kanë ikë. Këta lëmat tile i kanë mëhue cilësitë të madhe të Allah,
Nga frika se me bo me thonë Zoti i dhrohet, Zoti gëzohet, Zoti din ndëgjon, po mirë dhe na dim dëgjojmë atë na bëhet të njëjtë si njeriu, si krijesa, kur bëhet të njëjtë, nuk bën se Allahu ka thonë, nuk ka diçka që e përngjan atij, e bobinën kufër, pja mohojnë krejt, kanë rënë kufër. Në realitet kanë rënë kufër. Apo ata të cilët e kanë përngjan, kanë bëu mushabbih të shbih Allahut me krijesa, udhu billah, që Allahu i përngjan krijesave. Qysh e përngjan Allahu krijesat? Pra Allahu thamë ka përshkruar krijesat e tij se me cilësi të ndryshme. Po ka përshkruar vetveten e vet. Pra ata ka thënë Allah për shembull, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Edhe nuk munden ta përthakojnë, ta dinë, ta mrinë, ta arrijnë detyrinë e Zotit askush. Ja përshkruaj vetvetes dijen, i ditur dhe din. Dhe tha anzalahu bi ilmihi, e ka zbritur Kur'anin me dijen e vet. Pra këtu Allah po din, edhe atje i tha kemi me dhënë, e ka bën njeriu të dishur, të dishëm. Dhe tha Allahu wa ma tahmilu min untha wala tada'u illa bi ilmihi, dhe nuk ka mundësi as me bart, as me qit, o fjala për foshnjë, për fëmijë, as momenti i fekundimit, edhe as lindja, vetëm me lejen dhe me dijen e Zotit. Pa ditë Zotit s'mundesh. Pja vërteton dhe pja pohon vetvetes dijen. Dhe ka thënë Allah, inna Allahu ar-Razzaq, furnizues, dhul quwwati al-matin, dhe është i fortë. Dhe ka thënë Allahu, awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Dhe nuk e shohin ata se Allahu i cili ka kriju është më i madh dhe më i fortë se sa ata, ka fuqi. Pra njeri ka fuqi, Allah ka fuqi. Fuqia si fuqi, si cilësi ekziston edhe te njeriu edhe te Zoti. Është e njëjtë ju, po mirë atëre. Pse më mohu ke cilësia Allahut, apo pse më përngjan me njeriu, me cilësinë e njeriu të bashkë? Pse? Pra ka cilësi dhe emra të cilët Allahu i madhruar ja përshkruan vetvetes së tij, për të njëjtën gjë përshkruan edhe krijesave të tij. Nga ana gjësore me emën, forcë, dije e tjerë janë të njëjtë, por nga ana e realitetit ndryshojnë shumë edhe kaq. Njeriu është i mëshirshëm. Për atë arsye kanë pejgamberi o bil mu'minina raufun rahim alayhi salatu wassalam. Vetë Zoti ka përshkruar edhe për muslimanët, për besimtarët është i butë edhe i mëshirshëm. Pejgamberi i mëshirshëm. Po mirë, mëshira e pejgamberit është një si mëshira jo ndaj vetvetes, ndaj vëllezërve, ndaj njerëzve, krijesave jo. Por megjithatë pejgamberi i mëshirshëm, te i mëshirshëm. Dhe ti thu njeriu të mëshirom. Ose thu mëshiro filanin. Apo vetë pejgamberi thot në hadith, nuk është për nesha që nuk e mëshiron të voglin, me mëshiru. Kur të mëshiresh, të faktikisht e kitë sa cilësit mëshires. Ose të është pëzullu dhe thët popullë njeriu nuk ka mëshirë trupin e vetë, shpirtin e vetë. Nuk ka. Po të njëjtën ko Allahu Azza wa Jalla përshkon vetveten me mëshirë. Emni mëshirë të Allahu, emni mëshirë të pejgamberi, emni mëshirë të te dhe të anë. Jënë njëjtë këtu? Si janë njëjtë? Ndallohet mëshira njerëzve, krahasohet mëshira e krijuesit pe mëshirës së krijesave. Njerëzit Allahun e gjujnë me gur dhe i bojnë kofër për 24 orë. E shajnë, e fynë, e mohojnë. Të madhen Allah dhe edhe me te i mëshiron. U jep me humër, u jep me pi, u jep rrezik, furnizim, me varun familjen, e shëndetin, e hajt. Ka mëshirë më të madhe se kjo? Po edhe njerëzit, dikush është i gjanë, bën sabër, i mëshiron, por ka kufi. Dikush nuk mëshiron fare. 2 herë, 3 herë, fjale 4, shpërthen edhe të hakmirët në të shkën e përdor forcën. Pra, Allahu nuk e përngjan as kujt, por ka cilësi që në aspektin gjësor si emra, që ato cilësi, shumë për i tyre keme edhe ne. Por realiteti tyne
ndryshon, e kur ndryshon realiteti tyne, ndryshon pra dhe se qenja e të madhe të Allah, nuk është se qenja e krijesave. Edhe cilësitë e tij nuk janë cilësitë e krijesave. Ne shohim shkurt, dim kaq, pak. Pa Allahu sheh naton dhe sheh kiton. Edhe natën, edhe ditën. Dhe si në mshefet syrit ti, të pamërit ti askush. E qysh me ka njejt, të pamërit të Zotit, të pamërit të njerëzve. Edhe pse ku është e keqja, mi përshkru Allahu të pamër, kura e vetë ka përshkru vetin në Koran. Ku e rreziku që del për i din me thonë Zotit sheh. Dhe tonë njerëzit me natyren e vetë, vetiu, me dhe të gjitha feve, ja përshkrujnë Allah të cilësi, se Zoti shef edhe din. Dhe kështu me radhë. E me arë muslimant, edhe mja mohu Allah një numër cilësive, e me thonë vete musliman, ke punë është fështirë me kuptu, por ka ndodhë, dhe janë formu fraksione, të cilat mjeresht kanë dalë për i dinit, nga që kë këndë. Cilësi këtu të cilat i cek i madhi Allah, po edhe tjera cek pejgamberin hadithë shumë, sallallahu aleyhi wa sallam, që përshkruan Allahun azza wa jall. Si për shembull atje hadithi për punën e salatul istikhara, që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kur dikush për juve ka ndonjë dert apo don me bo vendos diçka, le të falë 2 recate jashtë namaz, jashtë farzit dhe të thotë: Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, o Zot kërkoj prej teje me ma qenë vend, me më drejtu më vëzu, me dijen tonë. I përshkruan Zotit dije. O astaqdiruka bi qudratika, dhe kërkoj fuqi prej fuqisë tonë. I përshkruan Zotit fuqi. O as'aluka min fadlika al-azim, dhe kërkoj prej mirësisë tonë të madhe. Mirësia e Zotit për dhe na kena mirësi. Fe inneke ta'lem wa la alem, ti din o nuk di, o taqdir wa la aqdir, ti ki fuqi o nuk ka më fjale me që këtë vend që po duhen në vend me këthije dhe më orientue. O anta allamu l'ghujub, por ti din të psheftat, ti e djetarë në gjitha psheftat. Këto s'mujna me kanë në bashkë me Zotin, me di gjitha psheftat, por ne dim, por jek gjitha psheftat, kjo veç për Zotin. Diçka kem për bashkët, a nëpse dallën në realitet, por diçka është i veçantaj. Ne dim edhe ai din, pa i din gjithçka, na dim pak diçka. Dhe kështu më radh, hadithe tjera ran që ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun, por tona këto nuk do të thotë që i përngjajnë njeriut edhe bëj njeriut ngjajshëm të madhe në Allah, dhe nuk ka rrezik të merron kufër. Asnjëherë. Ngjajshëm me këto janë edhe cilësi tjera të cilat i kanë mohuar të rrëpsisht, si për shembull kënaqësia. A kënaqet të Zoti, dhe a hidhrohet të Zoti, dhe a dën Zoti, dhe a urren Zoti. Po, porque nuk do të thotë se hidhrimi i Zotit është si hidhrimi im, kënaqësia e Zotit, apo razia që thotë populli si razia ime, dashuria e Zotit se dashuria ime, urrejtja Allahu si urrejtja jonë, jo asnjëherë. Ne mund të dëmë dikën, po edhe Allahu dënë. Dhe Allahu vetë ka thonë, inna Allahe për shambull, yuhibbu at-tawwabin. Allahu i dënë ata që pëndohen shumë. I dënë ata që pëndohen shumë. I ka përshkruar vetën se dënë. E dënë robën e vetë, e dënë pejgamberin, e dënë ata, e dënë këta, e dënë punën e mirë, i dënë ata që agjërojnë, i dënë ata që bëjnë mirë. E ka përshkruar vetë dënë, po edhe në du. Po kjo dashuria ime ndaj dikujt dhe Allahut ndryshon. Por kryesore ja ka përshkruar vetës. Apo rida, atje më kënaq, me pajtu me dikant. Ti pajton me mu, unë pajtoj me ty. Po Allahu ka thonë atje në Kur'an, radiyallahu anil muhajirin. Allahu është i kënaqur me muhaxhirët. Dhe ne zotën edhe kështu kur themi radiyallahu anhum, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Apo hidhrimi,
Zoti hidhrohet. Për atë arsye ka në haditha që ditës kiametit, hadithën e gjatë që përshkruhet dita e kiametit edhe për i tyne, kur shkojnë me kërku shefat, Ademi a.s. njerëzit, duke thënë se ti e baba jone, ti e baba i njerëzimit, e ti e shkak që nga zbritni pej tokës, pej gjenetit në toke, pa nan tjetër jetë, shka kryu i madhi Allah me dorën e vetë, kështu e, lëp shefati madhi Allah. Çka thot pejgamberi? Me fillu gjykimin, Ademi a.s. thot, jo, sepse Allahu është hidhru, lem yaghdab mithluhu qabl wa lan yaghdab min ba'du. Është hidhru Allahu qaq fort, sa që kur kështu nuk ka qenë hidhru shumë, po edhe kur nuk do t'jetë këtë gjendje të hidhrimit. Njëtën gjatë, thot Nuhi, e thot Ibrahimi, e thot Musa, Isa, deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këta pejgamberët Zotit pja përshkruajnë Allahut se Allahu o hidhru. Dhe pejgamberi ka ndër për këtë dynja, hala pa shku në ahiret. Ai që nuk e lut Zotin, yaghdab alayhi, Zoti hidhrohet. Hadith vërtet. Men la yas'alillah yaghdab Allahu alayhi. Ai që nuk e lut Zotin, hidhrohet Zoti ndaj tij. E jetë hatre, hidhrohet Allahu mos me lut. E tha të kanë lutë kur s'u lut mu, dhe pse robi s'u lut mu kur e din që nja që në vena tina, ja plotësoj. Pse? Pro, e përshkruan i madhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu hidhrohet. Hidhrimi i Zotit, gëzimi i Zotit, dashuria e Allahut, urrejtja e Allahut. Nuk është kusht me qenë si kurse urrejtja, dashuria, e cilësi tjera të cilat i ka edhe njeriu. Këtu dallojnë për atë arsye Allahu i madhruar te bareke ve teala është i veçantë, ekziston po, ka cilësi dhe emra po. E ka përshkruar vetveten, e ka përshkruar pejgamberi te bareke sallallahu alaihi wasallam. Po të njëjtën gjë Allah ka përshkruar pejgamberin, po dhe njerëz të tjerë me cilësitë dhe me emra që në aspektin gjithësor përngjajnë, po në realitet nuk është kusht me përngjaj ndije krijesa me krijuesin, sikur se që nuk është kusht krijesat me zveti, njëjtën gjë edhe në cilësitë tjera, edhe me kaq kuptohet qartë edhe thjesht që është akidja, besimi e ehlus sunnetit, gjithë muslimanëve tradicionalistave se Allahu te bareke ve teala është, ekziston, e ka përshkruar vetën me cilësi dhe nuk i përngjan as kujt asnjëherë. Pastaj kjo kur thot njeriu nuk i përngjan, ka jetë kuranor, lejse kemithlihi shay, e qetson njeriu sa herë që vetja e tina apo shejtani mallkuar mundohet mja fokuson kryes se qysh është Zoti. Sepse ka cilësi tjera atje, që ulemat tani kanë ehlus sunneti me zveti, janë diskutuar shumë. Të puna e dorës, të puna e kamës, të puna e kësaje, të puna e ftyrëse, që i veçantë sekt hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo disa prej tyre edhe në Koran, tani ata me zveti një herë sunneti këtu, a ka desh në mënyrë figurative, apo ka desh në mënyrë reale me cek, por në cilësit përgjithshme janë ndahë sunneti me bidat gjitë fraksionet e bidateve, të cilat në realitet kanë dalë prej dinit krejt, por që kanë dalë ato prej dinit, ehlus sunneti ka met në hak dhe vazhdon të jetë hak, dhe muslimanët janë qetë krejt dyjan se Allahu nuk i përngjan askujt. Te bareke ve teala, dhe se muslimanët përjet nuk e përngjajnë krijuesin me krijesat e tij. Asnjëherë. Wallahu a'lam, kaq pika të shkurtra kjo ai ka maza e kësaj teme përse përket nxjerr nga ky ajet kuranor. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam deri në javën e ardhshme inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa